këtë pjesë të tretë do t'jemi pikërisht me avokaten e mirënjohur Margarita Akola dhe me rubrikën tonë Ligji I Rrugës, ose përndryshe rubrika e avokatit, ku ne do trajtojmë si gjithmonë një tjetër situatë dhe një tjetër episod nga jeta jone e përditshme. Faleminderit që jep me ne zonja Margarita. Do trajtojmë një tjetër episod I cili vjen nëpërmjet mesazheve tuaja, por që praktikisht besoj të gjithë në mos shumë edhe pak e gjejmë veten aty sepse janë episodet me cilat përballemi her pas here në komunitet. Atëherë, mesazhi që na ka ardhur këtë herë është pikërisht ky dhe le ta sjellim për mbledhjen. Ta lexojmë së bashku. Kam një situatë që po më shqetëson prej disa kohësh. Një zonjë në pallatin tim gjithmonë hedh mbeturinat përpara derës sime dhe nuk ndalon. Pra I mban në derën e saj më saktë, pavarësisht paralajmërimeve. Nuk di më ku të drejtohem apo me këtë flas, sepse këtë gjë e bën vazhdimisht edhe pasi kam tërhequr shpesh vëmendjen. Është kthyer në problem sjellja e saj, jo vetëm për mua, por për të gjithë pallatin. Çfarë më sugjeroni të bëj? Më poshtot po ju nis edhe disa foto se si është çdo ditë gjendja në shkallën time. Pra, shkalla është e përbashkët praktikisht, ku ka disa dyer. Dhe ndërkohë, zonja pas ka këtë stil pra, që mbeturinat e veta I mban jashtë, I mban tek dera jashtë, po ajo është një zonë e përbashkët ku hyn edhe dalin, kalojnë të gjithë praktikisht, kështu që I bie që plerat ajo t'i ndaj me të gjithë në një farë mënyre. Çfarë duhet bërë në këtë rast zonja Margarita, si mendoni? Në fakt edhe unë kam një shqetësim të tillë se edhe në banesën ku unë banoj, shpesh kemi gjetur qese me mbeturinat, cilat ose I lën ke dera e tyre, ose I lën afër ashensorit ku zbresim. Në fakt, mënyra se si kemi vepruar ne në atë rast, filluam disa që ishim më aktivët aty në hyrjen e pallatit tonë, vendosëm disa letra dhe I paralajmëruam, tham, kush I lë këto mbeturina? Duhet I marri dhe mos I loj më sepse na shkaktojnë vinë minj, rudina, vinë papastërti të ndryshme era, po nuk është higjienike dhe nuk është e lejueshme dhe nuk e të drejtë që ta bësh në një ambient të përbashkët. Në fakt nuk është se reaguan, nuk pati ndonjë reagim, e kemi biseduar pasaj me administratorin e pallatit, administratori I pallatit me thënë të drejtën mori masa, filloi të vinte dhe të vëzhgonte, po gjatë orarit që rinte 8 orë aty, domethënë shmangeshin, nuk I linë në natë kohë, e dolnin dhe I linin në darkë. Atëherë çfarë bëm, vendosëm si pallat që të shpenzonim disa para dhe të vinim kamera. Dhe ne e zgjidhëm nëpërmjet kamerave. Që atëherë nuk ka lënë faktuam kush e linte dhe pastaj ishte blaming and shaming që I thonë të fajsoj dhe të turpëroj në një farë mënyre dhe ky fenomen në godinën tonë ndaloi. Në atë moment nuk u përsërit më. Po ka mënyra nga më të ndryshme se si mund të veprosh. E para njëherë nëpërmjet administrator. E para punës njëherë të shpjegojmë pse nuk është e lishme kjo, por përpara se të vazhdoni ju, unë dua t'i drejtojmë edhe zonjave të publikut, sepse kam përshtypjen që një shqetësim I tillë vjen edhe prej tyre, na kanë adresuar edhe herë të tjera në fakt për ta trajtuar në program edhe zonjat tona të publikut. Zonja Pesi ka mikrofonin dhe dëshiron të marrë fjalën. Në radhë parë do ka ndodhur dhe ty Pesi kjo? Po, në radhë parë do të falenderoja zonjën avokate që na njeh me ligjet e reja, që të kemi një farë informacioni të dimë dhe ne se ku jemi. Për sa I përket punës të plerave, edhe unë e kam pas të shqetësim. Komshiu aty afër I linte gjithmonë plerat e dera. Mirë, po unë kam një qenë të vogël dhe ai shkonte atje dhe I shpërndante në të gjithë thyrjen. I thash njëri, I thash dyer, pastaj tha, ti pse mban qenë në pallat, më tha mua. Unë pallatin, unë qenin do ta mbaj, thash në pallat, po ti të lutem kur zbret poshtë, zbrit bashkë me plerat. Pse duhet I lësh para derës, ato kanë edhe erë. Plus kësaj edhe poshtë kur kemi në një parking, I hedhin shumica nga lart plerat. Edhe na tha I roja, më tha mua, nga që unë kaloj aty me qenin shpesh. Më kush I hedh to plerat sa? E kemi shumë problem tha. I hedhin edhe pa pika nga lart I hedhin plerat poshtë. Me thënë që është një problem puna e plerave në pallat. Dhe është një fenomen shumë I shumtuar, duhet të thënë. Shumë I shumtuar. Po. Epiteteve të tjera që mund t'i shtosh. Sepse ai penalizon të gjithë banorët që janë aty, sepse thotë smundje, papastërti, patjetër. Por është shumë I shumtuar. Do të thënë, me çfarë të drejtë ti e detyron tjetrin të nuhas plerat e tua. Janë të tua, mbaj në shtëpi dhe shkoj. Nuk është edhe normale që dikush kalon aty dhe I flaken plerat dhe mund t'i bjerë dikujt edhe në kokë. Kjo tregon një mungesë kulture të jetuarit
në komunitet. Jo, është më kulturë e thellë dhe edukate, nuk dim se si të jetojmë në komunitet. Dhe ajo që më shqetëson më tepër është që përveç se e bëjnë këta akt, po kur ti përballesh dhe i thua që pse e bën, pse i hedh këto plera, ti merr edhe një kundërpërgjigje e cila nuk është as pak normale. Pra, ka dy anormalitete, fakti që ti e kryen, po dhe fakti se si përgjigjesh. Pra, pse ti më thua, po unë të them sepse dhe unë jetoj në të njëjtin komunitet. Sepse unë besoj që ai njeriu që bën këtë punën e plerave nuk di të përgjigjet në formë tjetër. Pra, nuk di sepse prandaj e bën. Ndodhi ai person ky xhest. Edhe unë kështu mendoj. Sepse janë të dyja shkojnë dorë për dorë me njëra tjetrën dhe është një problem, domethënë është një nga temat që mua më vjen mirë që po e trajtojmë, sepse është një nga temat që e ndeshim pothuajse për ditë. Ai rasti që unë shpjegova në banesën time mund mos jetë zgjidhja perfekte, por ne këtë zgjidhje gjetëm, po mund të ketë edhe zgjidhje të tjera. Mundet që administratori të lajmërojë organet përkatëse, kur banorët nuk i binden, sepse e ka të gjithë të drejtën, ne kemi folur në këtë studio për ligjin e administrimit, lajmëron organet, vinë organet, e konstatojnë që ka mbeturina në një derë të caktuar, nëpërmjet provave konstatohet dhe kush e ka bërë, kush i ka hedhur plerat dhe gjobiten nga organet përkatëse. Ka organe në Bashkinë e Tiranës që merren pikërisht me pastërtin e godinave të banimit. Dhe ka gjoba, Rudina, shpesh gjobat, qofse aplikohen në mënyrën e duhur ligjore, ka dhe gjobat të cilat janë goxha të kripura dhe të cilat e shqetësojnë xhepin e qytetarit. Por unë mendoj që pse duhet arrim në një gjobë? Sigurisht, po ka raste që ndoshta detyrohesh. Po patjetër ka gjoba. Duhet ta faktojmë një fillimisht si fenomen. Që do të thotë ta fotografojmë ose ta xhirojmë me video. Ta xhirojmë me video, po. Foto që na erdhën neve bashkë me historinë për ta trajtuar këtu në studio, ja tek janë, pikërisht këto fotot që e kanë shoqëruar këtë mesazh. Një foto e tillë për shkak do shërbente si provë. Patjetër, por ndoshta të ishte pak më i qartë, për të më i qartë, po të merresh edhe në disa plane dhe gjithashtu mundësisht dhe personi, të faktosh personi që nuk duhet ngelur faji i jetim. Po shiko çfarë ndodh, Rudina, përveç se faktit që ne ndeshemi me këta persona të cilat i hedhin plerat ose shkaktojnë këtë papastërti, kemi dhe gjën tjetër që zakonisht jemi dhe neve që jemi shumë indiferent. Nuk duhet bëjmë dhe ne indiferentit, sepse personi i cili vazhdon dhe përsërit të njëjtën veprim gjithmonë, duke u ndeshur në indiferentizmin tonë në një farë mënyre në thonjza merr krah. Në qoftë se ne reagojmë në këtë rast, indiferentët janë banorët e shkallave të tjera, se ai që jeton kalojmë për shembull në të njëjtin kat, ai është i shqetësuar dhe ai s'është indiferent. Për shembull në godinën time për shembull ka pasur disa të moshuar që ata shumë të mirë, domethënë edhe me atë ndjenjën që okay, ti marrim, ti hidhim, i merrnin dhe i hidhnin këto mbeturina. Një herë un kam folur me një të moshuar dhe i kam thënë mos i hidh, sepse nuk është detyra jote, sepse ky njeriu është mësuar tani që i çon këto plerat këtu dhe dikush do t'ja marrë. Po ja se nuk duam të krijojmë tensione, po nuk është kjo, sepse ne në këtë mënyrë japim mesazhin që shiko, vazhdo se ne nuk pjosim, i marrim edhe i heqim neve. Kështu që mesazhi juaj drejt për drejt tani cili do të ishte? Mesazhi im drejt për drejt është që bëheni problem. Shkoni te administratori, merrni fakte, përballuni me personin që e bën këtë, mos qëndroni indiferent, sepse ka organe të cilët kanë për detyrë pikërisht patjetër. Ndërkohë një patjetër. Kur pallati nuk ka administrator, kujt duhet i drejtohemi? Jo, nuk ka pallat pa administrator. Duhet ta zgjidhni. Po atëherë në qoftë se ka pallata pa administrator, sepse ju nuk keni rënë dakord që ta zgjidhni administratorin, do të shkoni pranë Bashkisë së Tiranës dhe do të kërkoni që t'ju vëj bashkia një administrator, sepse ligji thot, o e zgjedhin banorët e pallatit administratorin, dhe nëse ata nuk bien dakord me asamblen e tyre, atëherë vë bashkia në dispozicion administrator, të cilët janë të licencuar. Kështu e përcakton ligji. Do shkoni të vendosni administrator. Pra vendoset administratori dhe sërish shkohet tek administratori për të vazhduar më pas me procedurën. Dhe një nga përgjegjësitë e administratorit është që t'ju kërkojë llogari banorëve të pallatit. Por mbi të gjitha administratori mund të jo, do shkoni edhe si banor, patjetër keni të drejtë, sepse jeni banor dhe jetoni në një mjedis të përbashkët, kështu që patjetër dhe keni të drejtë, por unë po them që ju duhet të keni një administrator, mos qëndroni pa administrator. Kjo është zgjidhja në këtë rast, por gjithsesi një mesazh të fundit, zonja avokate, dua t'ju jepni pikërisht atyre që lëm plerat jashtë tek dera, në ambientet e përbashkëta. Edhe një herë ta kuptojmë mirë. Ju lutem në mënyrë kështu qytetare,
pastaj do veproj shkojmë ligji, te kamera por me në dy të mënyrë kuqe qytetare këtu. do t'ju thoshja që nuk ju nderon as pak të vendosni plerat në një ambient të përbashkët, sepse tregon thellësisht mungesë kulture dhe edukate nga ana juaj. Dhe me këto mesazh të zonjës avokate, unë duhet ta mbyllim këtë episod, këtë rubrikë për Shpresojmë këtë të javë. kemi sa më pak Falenderoj herë shumë që plera. ishe me ne. Shpresoj që të ndikojmë sadopak me këto mesazhe që sjellim. Faleminderit. Faleminderit zëra Margarita që ishe me ne në studio. Faleminderit që na ndoqët edhe për sot, të dashur teleshikues, do të jemi sërish nesër. Natën e mirë. Faleminderit.